Seanca gjyqësore në gjykatën e posaçme antikorrupsion për dosjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj është zhvilluar sërish këtë të premte pa praninë e tij në sallë, duke shtuar vonesat në një proces që prej muajsh nuk po arrin të hyjë në shqyrtim gjyqësor. Veliaj i arrestuar prej më shumë se një viti dhe i përballur me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, ka zgjedhur të mos marrë pjesë në këtë seancë. Sipas qëndrimit të tij, ai nuk është njohur ende me aktet e dosjes, megjithëse mbrojtja i ka administruar ato prej rreth 7 muajsh. Ky argument është përdorur vazhdimisht nga ana e tij, duke u bërë një ndër shkaqet kryesore të shtyrjes së procesit. Në ambientet e gjykatës janë parë të hyjnë avokati Max Haxhia, avokati i pandehurit Veliajt Plaren Dreca dhe biznesmeni Elman Abule. Seancat e mëhershme kanë dështuar të hapin shqyrtimin gjyqësor kryesisht për shkak të mungesave në mbrojtje. Në përballjen e fundit në sallë, prokurori posaçëm Olz Dado ka akuzuar të pandehurit dhe avokatët për zvarritje të qëllimshme të procesit, duke theksuar se për rreth 8 muaj çështja nuk ka bërë përparim. Ndërkohë, këtë të premte Veliaj ka konfirmuar pjesëmarrje në seancë në një tjetër proces gjyqësor në gjykatën administrative, ku ka depozituar një padin ndaj prokurorit Olz Dado, duke kërkuar pavlefshmërinë e emërimit të tij. Veliaj në këtë mënyrë dëshmon edhe një herë se ka frikë të përballet me akuzat që rëndojnë ndaj tij dhe përdor 1001 procedura për zvarritje të procesit.